Të gjitha kombet kanë himnet e veta, por kjo këngë nuk është njëri prej tyre. Ai është himni i alfabetit të gjuhës shqipe. Teksti mban firmën e misionares së arsimit ton kombëtar Parasqevi Qiriazi. Ajo është gruaja e vetme në kongresin e manastirit, përfaqësuese e shkollës së Vashave, që kishte mbijetuar prej 17 viteve, pa e ndërprer veprimtarinë mosimore. Pas shuarjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit, lëvizja kombëtare shqiptare, nga një lëvizje kryengritëse dhe politike, kalon në një lëvizje kulturore me pretendime për përhapjen e arsimit dhe kulturës kombëtare. Dhe si rezultat i këtyre përpjekjeve, hapet shkolla e parë në gjuhën shqipe në Kors me 7 mars të vitit 1887, për të pasuar pastaj nga hapja e shkollës së Vashave në vitin 1891 nga Sevasti Qiriazi, vëllai i saj Gjerasimi, me përkrajet e plot, pastaj edhe nga Kristo Dako, Parasqevi Qiriazi dhe intelektual dhe mësues të tjerë të kohës. Me gjithë vështirësitë dhe sakrificat dhe me gjithë problemet që kishin në terren, u arrit që të hapej shkolla e parë e Vashave, e cila pati një kontribut jashtëzakonshëm në vazhdimsi, sepse shumë vajza jo vetëm nga rrethi i Korçës dhe krajinat përreth, por edhe nga vendet e tjera, domethënë të gjeografisë shqiptare. Këto ishin 2 gra të ralla, të mençura, të cilat fatmirësisht dhe me mbështetjen e vëllezërve të tyre, studiuan në një prej kolegjeve më të mira të kohës në Stamboll. 2 gra shqiptare të vetme, që jo vetëm që mësuan shqipen si duhet, të kontribuojnë tashmë për civilizimin e femrës shqiptare. Dhe ku kishte më shumë se hapja një shkolle në gjuhën shqipe për të kontribuar në civilizimin e femrës shqiptare. Po, çfarë ishte shkolla e Vashave? Parasqevi Qiriazi shkruan: për nga tipi, ajo është një shkollë e dytë, me një shkollim në 4 vite, dhe së bashku me të, i shtohet një shkollë elementare si aneks që zgjat 5 vjet. Hapi i parë nuk mund të hidhej përveç se duke krijuar një shkollë vetëm për vashat. Dhe këtë hap, që ishte ide iluministe, ishte ide romantike që prej Naim Frashit, e realizoi Sevasti Qiriazi. E filloi me 3. Brenda vitit e mbylli me 27 nxënëse, të cilat i quan shembullore, i quan engjëj. Ka qenë një akt që shënon nyje në historinë e arsimit në Shqipëri. Nuk ka se si të bëhet një histori e shkollave shqipe pa veçuar rolin e shkollës së Vashave të Sevasti Qiriazit. Instituti Femëror Qiriazi pati miq të shumtë, të cilët e mbështetën në realizimin e programit të tij arsimor kombëtar. Miku më i madh ishte Charles Crane, i cili, si këshilltar i presidentit Wilson, dha një ndihmës të madhe edhe për çështjen shqiptare. Është më rëndësishme ta themi që në hapjen e shkollës së Vashave, ndikimin e vet e bëri edhe opinioni i krijuar përparimtar dhe intelektual perëndimor, për shkak se Sevasti Qiriazi, Gjerasimi dhe mësuesit e tjerë të parë kishin kontaktet e tyre edhe me çarqe përparimtare evropiane, e sidomos me çarqet amerikane. Charles Crane faktikisht ishte një pasanik shumë i madh nga Chicago, i cili e vuri të gjithë pasurinë e vet në dispozicion të asaj që ai besonte se ishte kauza e jetës tij, shërimi i njerëzve të shtypur nën perandori të mëdha. Charles Crane erdhi në Shqipëri, u lidh me Kristo Dakun, u lidh me motrat Qiriazi, kontriboi me fonde dhe me të gjitha mjetet që kishte ai dhe arriti që të ndihmonte në hapjen e shkollës së Kamzës. Ai kaloi nëpër Shqipëri dhe në vitin 1911 shkoi dhe vizitoi një amerikan tjetër i cili i ka kushtuar jetën në Shqipëri, dhe ky ishte Charles Telford Erickson. Gazeta të përditshme, periodike apo revista që botoheshin brenda dhe jashtë vendit e drejtonin shkollën e Vashave dhe Institutin Femëror Qiriazi në Tiranë si ngjarjen më të rëndësishme kulturore nga periudha e rilindjes kombëtare deri në konsolidimin e shtetit shqiptar. Panar ndriçuesi i Shqipërisë,
e quajtën të huajt. Fole kombëtare e pagëzuan intelektualët shqiptar. Është për të theksuar se shkolla e Vashave e Sevasti Qiriazit u bë bazë për të hartuar tekste shkollore. U bë një qendër mendimi, një qendër emancipimi. Nuk që një shkollë thjesht për të mësuar shkrim e këndim çupave të Korçës, po edhe për të emancipuar mendimin, jo të atyre vetë, po mendimin e shoqërisë, mendimin e popullatës, mendimin e qytetarëve. Epitete si tempulli i dijes apo tempulli i shenjtë, altar kombëtar i shqiptarizmës, ikona e arsimit kombëtar e të tjerë, ishin vlerësimet e intelektualëve dhe pushtetarëve të kohës. Ahmet Zogu, Pandeli Evangeli, Fanoli, Luiq Gurakuqi, Aleksandr Xhuvani e shumë personalitete të politikës, arsimit dhe kulturës e vlerësuan këtë institucion arsimor. Pavarësisht se shkolla mbjetoi rreth 22 vjet, ajo pothuajse nxori nga gjiri i saj mbi 1000 nxënëse. Motrat Qiriazi kanë spikatur edhe si pjesë e diasporës shqiptare të Amerikës. Vitin 1922, Motrat Qiriazi kërkuan leje nga autoritetet shqiptare për të hapur Institutin e Varshavet këtu në qytetin e Tiranës, me një ambient privat. Por Motrat Qiriazi dhe familja e tyre, zoti Dako, në fakt kërkoi leje në atë kohë për të hapur një institucion me një godinë të vetën në Kodër Kamës. Dhe ajo quhet Shkolla Dako. Dhe është një histori e shkëlqyer e arsimit shqiptar dhe praktikisht shkolla zhvilloi në 3 gjuhë. Zhvilloi sigurisht në gjuhën shqipe, në italisht, në frëngjisht dhe në anglisht. Hapja e kësaj shkolle do të jetë një ngjarje e shënuar për kryeqytetin ton dhe gjithashtu edhe për edukimin apo për shkollën shqiptare. Me kalimin e viteve do të bëhet një shkollë shumë e dashur, një shkollë e kërkuar po themi nga familjet shqiptare që do të vinë duke u shtuar numri e atyre që do të regjistrohen në këtë shkollë. Shkolla do të ketë mësuese amerikane, mësuese zvicerane, italiane, do të thotë ka një vim përvoja nga vende të përparuara. Shkolla e re në Kamës do të ngrihet në modelin e shkollave amerikane, ku dhe këto kishin studiuar, përveç se do të dalin arsimtarët e para, edukatorët e para të brezave që do të vinë. Emancipimi i gruas shqiptare nëpërmjet shkollimit është ajo që ishte idealja. Nëpërmjet shkollimit vjen emancipimi. Në vitin 1933, reforma Ivanaj mbylli të gjitha shkollat private dhe këtë fat e pati dhe shkolla Dako dhe sigurisht të gjithë nxënësit u shvendosën në shkollën e vajzave në Mbretëresh këtu në Tiranë. Sot e njëjta godinë është rikthyer pronarëvet dhe aty funksionon Kolegji Universitar Qiriazi. Në historiografinë tonë popullit shqiptar, vend të veçantë kanë familja Qiriazi, në veçanti Motrat, edhe gjatë organizimit dhe mbajtjes së kongresit të alfabetit në Manastir 1908, edhe gjatë themelimit të shkollave të para shqipe, qofshin ato në trojet aktualisht që janë Republika e Maqedonisë së Veriut, qofshin ato në trojet të Republikës së Shqipërisë sot ku gjenden, kanë kontribut të veçantë në ndërtimin e sistemit të edukimit në gjuhën shqipe. Angazhimi i familjes Qiriazi, gjithsesi motrave Qiriazi, në përhapjen e idejës për themelim të shkollave në gjuhën shqipe, pati reflektim të duhur në kontekst të gjithë hapësirës shqiptare. Identiteti i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara është noli, pastaj u shtua dhe Konica, më pas u shtua dhe Kosçekresi. Kristo Dako është harruar. Janë 4 shqiptarët e mëdhenj të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë përbërë identitetin asaj bashkësie dhe që kanë sjellë ndikim në botën shqiptare. Shkolla e Varshave, Qiriazi, më vonë Instituti Qiriazi, është një nga gurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e arsimit shqiptar. Në vitin 1933, me ligj të Parlamentit shqiptar, arsimi u konsiderua e drejtë shtetërore. Gjatë viteve të sundimit komunist, korpusi kryesor i institutit u përdor fillimisht si shkollë oficerësh, e më pas shkollë partie.
shkolle mesme bujqësore, derisa në godinën e tij u vendos Instituti I Lartë Bujqësor, duke I dhënë edhe emrin popullor Shkolla e Dakës. Sapo trokiti liria, në vitin 1992, Instituti Kirjas do të shkëputej nga hipoteka e zaptuesve të sistemit monist. Aleksandër Dako, trashëgimtari I vetëm I mbetur gjallë I Kristo Dakos dhe Sevasti Qiriazit Dako, rimori pronën e prindërve. Fatmirësisht, pas viteve 2000, rikthehet kolegji Qiriazi Dako në godinën që ka pasur kur u krijuar në 22-shin, rikthehet nga pnjollët e kësaj familje. Ky kolegj ka emër të madh, ka logon e një kolegji shumë të nderuar dhe I kontribon sot me dinjitet emancipimit dhe shkollimit të rinjës shqiptare. Ato vite 2006-2007 ishin jo të rralla kërkesat për shkollë të lartë, dhe një surprizë e këndshme kur u paraqit një kërkesë jo vetëm me emër shqiptar, jo vetëm me emrin e personaliteteve shqiptare si Motra Qiriazi në emërtimin e vet, por edhe me një histori, në një farë mënyre, një histori 100 vjeçare. Nga kjo pikpamje ishte një kënaqësi kulturore, një kënaqësi shpirtërore, edhe vendimi që u marr për ta licencuar u krye konform rregullave dhe standardeve të kohës. Robert Dako realizoi ëndrrën e gjysherve të tij, duke themeluar në vitin 2006 Shkollën e Lartë Universitare Jo Publike, Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi, me 2 fakultete dhe me 6 programe studimi. Unë ndihem shumë nderuar që jam pjesë e kësaj familje dhe jam munduar që mbas shumë kohe, një bllokimit total të kohës komunizmit, jam munduar që ta rivendos prap dinjitetin e këtij universiteti, duke hapur me shumë sakrifica dhe duke çu përpara. Tashmë unë profesor Gjokul Dedajt, I cili me shumë dinjitet dhe I po e çon përpara dhe me shumë vullnet dhe dashamirësi. Dhe universiteti ka marrë tamam një formë të jashtëzakonshme klasike, e cila po shërben shumë për kualifikimin dhe formimin e studentave. Në vitin 2016, ky institucion u rihap me emërtimin e ri, Kolegji Universitar Qiriazi, si trashëgimtar I drejt për drejt I institutit me të njëjtin emër, që u realizua nga profesor Gjokul Dedaj, duke e ridimensionuar këtë institucion në parametrat e ligjit të ri për arsimin e lartë. Sot Universiteti Qiriazi ka 3 fakultete dhe një kolegj profesional të lartë, me 13 programe studimi në 3 cikle. Përkushtimi dhe profesionalizmi I drejtuesve dhe stafit akademik kanë bërë të mundur që ky institucion I arsimit të lartë të kalojë me sukses 2 akreditime institucionale dhe të gjitha programeve të studimit. Fole grishëse. Do të quajmë sot ambientin e Universitetit Qiriazi. Vetë organizimet e shumta të studentëve me Klubin Letrar Qiriazi, Forumin Ekonomik Studentor, Klubin e Juristëve të rinj, miqt e sportit e të tjerë, me aktivitetet e shumta kulturore artistike, si dhe një biblioteke pasur shkencore, janë bërë pjesë e pandar e jetës studentore. Universiteti Qiriazi ka privilegjin dhe përgjithësinë që identifikohet me të njëjtin logo me një histori shekullore. Jemi I vetmi institucion I arsimit lartë në Shqipëri me një vazhdimsi historike e ndërtuar mbi themelet e një trashëgimie tonën, e cila daton në vitin 1922 me hapjen e Institutit Femëror Qiriazi nga Motra Qiriazi dhe Kristo Dako, të cilët janë edhe aureola jonë, dhe që kanë lënë gjurmë të thedha në historiografin shqiptare, sidomos në sistemin e arsimit shqiptar. Ky vit shënon një përvjetor të rëndësishëm të rrugtimit suksesshëm të universitetit tonë. E kemi pagzuar përvjetori art, sepse mbosha që mban Qiriazi mbi supe e glorifikon atë dhe e vën në pararoj të universiteteve shqiptare. Për drejtuesit, senatin, bordin e administrimit, stafin akademik dhe ndihmës,
ka qenë një vit intensiv për të dimensionuar dhe për t'i dhënë vlera këtij institucioni të arsimit lartë. Fal punës, angazhimeve, janë krijuar një infrastrukturë bashkohore me kabinete dhe laboratore moderne të krahasuar me universitetet brenda dhe jashtë vendit. Universiteti Qiriazi funksionon si një qendër e rëndësishme studimi, kërkimi dhe të transferimit të njohurive për të përgatitur të diplomuar me kualitete të larta, të aftë për të konkuruar në tregjet e punës intelektuale brenda dhe jashtë vendit. Në vazhdim të traditës që mbart, stafi akademik i Universitetit Qiriazi është i fokusuar në cilësinë akademike, në ndërkombëtarizimin e këtij institucioni të arsimit lartë dhe njëkohësisht të studentëve që diplomohen në këtë universitet.